Ministre e Brendshme Albana Kociu ka reaguar pas hedhjes së molotovëve drejt kryeministrisë në protesta me Partisë Demokratike. Kociu shprehet se dhuna nuk është zgjidhje. Ajo shton se dënon çdo inkurajim të akteve të dhunës nga drejtuesit e opozitës. Kociu bëri thirrje që të miturit mos keq përdoren në protesta. Dënojmë çdo inkurajim aktesh dhune nga drejtues të opozitës. U bëjmë thirrje organizatorëve të protestës që t'u bëjnë apel simpatizantëve që të shmangin aktet e dhunës dhe të mbajnë të miturit larg çdo akti që do të rrezikonte jetën e tyre dhe qytetarëve. Dhuna nuk është zgjidhje. Dhuna është shfaqje e dëshpërimit nga ata që në vend të alternativës krijojnë skena që rrezikojnë jetën e qytetarëve, policëve e gazetarëve. Ata të rinj e të mitur që përfshihen në akte dhune nuk janë as heronj e as trima, por janë të keq përdorurit e atyre që në mënyrë patologjike vijojnë të mbështeten te dhuna, pamundur të ndërtojnë alternativë tjetër veç shkatrimit, shkruan Kociu.